protesta, e cila padyshim që është e madhe në Tiranë, të them të drejtën, unë nuk arri dot që të evidentoj shtresat e shumta të kësaj proteste edhe kundërthënien e protestës. Ajo që unë jam kundër, dhe kam qenë që ditën e parë vijoj të jem forcërisht kundër, është nëse në protest kërkesa e parë është që ne të mos kemi investime të huaja. Pra nëse kërkesa e parë e protestës është që unë dhe sidomos vajza ime të rritet në një vend i cili nuk ka zhvillimin ekonomik të Greqisë, Malit të Zi dhe të Kroacisë që janë full me investimet huaja, por rritjen ekonomike të Maqedonisë dhe të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat ne i kemi kaluar në 10 vjeçarin e fundit, për herë të parë në histori kemi kaluar në mirëqenie. Sipas gjitha statistikave dhe për çdo që shkon dhe shet diferencën mes si është Maqedonia, si është Shqipëria. Nëse kërkesa e parë e protestës është antikapitaliste, nëse kërkesa e parë e protestës është kundër të ardhurave që na vijnë neve, dhe nëse kërkesa e parë e protestës është që ne të mos zhvillohemi për shkak të karkalecave edhe të insekteve në nar, që është një pretendim ambientalist që e respektoj, po i përket si kudo në botë 1% të popullsisë, unë jam kundër. Dhe padyshim që interesi kryesor që këto të mos realizohen i përket atyre me të cilën ne konkurrojmë. Është luftë tregtare si kudo. Siç ishte luftë tregtare vjet për mandarinat në Konispol që na i vinte prap nga Greqia, pavarësisht se unë se përmenda Greqinë atëherë. Në rastin konkret, është një luftë tregtare që na vjen prej atyre nga cilët ne do të marrim turistët që harxojnë jo shalqi edhe djath kur vinë në Bregdetin ton, por harxojnë miliona euro të cilat i vinë ekonomisë shqiptare. Shqipëria ishte në nivel krahasimor me Maqedoninë, ishte Maqedonia më përpara sipas gjithë treguesve dhe Shqipëria shku më lart se sa Maqedonia. Nëse ti më thua që Shqipëria nuk është si Gjermania, si Shtetet e Bashkuara, si Franca, po nuk është Shqipëria si Gjermania, Shtetet e Bashkuara, si Franca, dhe prej mentalitetit tënd nuk do të bëhet kurrë, për aq sa ju dilni kundër investimet të huaja që është forma e vetme se si mundet të rritet ekonomia. Person që pushimet i bën në ishullin Togo apo në Kakomea apo në gjire të cilat nuk vetëm me çadër edhe me peshqir, se as çadër, se ka hije natyrale. Dhe flet me këtë logjik kur ndërkaq persona të cilët mua më dalin vazhdimisht në TikTok edhe në rrjetet sociale, dalin dhe bëjnë këtë lloj populizmi, ndërkohë që pushimet e tyre nuk i harxojnë green cost, i harxojnë në Mykonos, i harxojnë në vende që shqiptarët s'kan mundësi që të shkojnë. Unë s'kam mundësi që të shkoj. Dhe nuk ka populizëm më të madh se sa të thuash që për aq sa unë s'shkoj dot aty, ajo nuk duhet të jetë, sepse ajo aty do të prodhoj miliona euro që i futen ekonomisë shqiptare, miliona euro të cilat do mundsojnë që Shqipëria të mos krahasohet jo me Maqedoninë që s'krahasohet më, po të kaloj Malinezi, i cili është përpara nesh. Pra, milionat e eurove të cilat vinë do të mundsojnë këtë gjë. Nëse ne duam që turizmi shqiptar ne ta shohim që a shkoj dot unë apo jo, atëherë ti po më propozon kulmin e antikapitalizmit, që ne të kthehemi në plazhin që unë e kam bërë në fëmijëri me shalqi, djath dhe peshqir në gjithë gjirin shqiptar. Je me këtë apo jo? Sepse nuk mundet që të thuash unë si jam me këtë, po në ndërkaq nuk dua rezorte të shtrenjta. Sepse nuk mundet të thuash që në jugun e Francës dhe në Rivierën franceze, në Monaco, në Rivierën e Nisës, pra edhe në shtetin e Monakos, ku janë zonat më të shtrenjta dhe më të pasura në gjithë Evropën për sa i përket turizmit, nuk mund të thuash që po unë s'vete do të aty, sepse ato rrisin mirëqenien, ato rrisin të ardhurat, ato rrisin pagat, ato rrisin ekonominë, ato rrisin gjithë atë që ne themi dhe se duam të arrijmë, që të mos krahasohemi më me Maqedoninë, po të kalojmë dhe Malinezi e të krahasohemi së paku me Kroacinë. Para njëherë unë kam shkuar vazhdimisht në Zvërnec dhe të dëgjoj nga njerëz që se din ku i bie Zvërneci, që atje duhet të jetë zona e virgjyre të mos ketë investime. Kur nuk shkonin kur në Zvërnec, unë nuk e pranoj dot. E para. E dyta, kur vjen fjala për kapitalin, nëse ti mendon se ekonomia rritet, se vjen dikush dhe të jep 4 miliardë euro, urdhro merri ti se jemi ne bamirësit edhe kështu do rritet ekonomia, atëherë nuk e din çfarë bote jetojmë. E treta,
Nëse ne duam që emigrantët të kthehen në Shqipëri, emigrantët nuk kthehen duke bërë nga një bujtin. Se po të ishte për të bërë nga një bujtin, kanë gjithë instrumentet e botës që t'i bëjnë nga një bujtin. Kthehen nëse ekonomia shqiptare arrin në atë nivel mirëqenie, e cila mundëson që jetesa në Shqipëri të jetë e krahasueshme me jetesën në Bashkimin Evropian. Jetesa në Shqipëri mund të bëhet e krahasueshme me jetesën në Bashkimin Evropian, nëse të ardhurat janë të mjaftueshme që ta bëjnë këtë lloj jetese. Që të ardhurat të jenë të mjaftueshme, nuk ka dhurues dhe bamirës të t'japin lek në dorë ty, ka vetëm zhvillim ekonomik përmes investimeve të mëdha kapitale. Atëherë, nuk e di akoma nëse investitori është tërhequr. Ajo që unë di është deklarata e ambasadores amerikane në Greqi, që siç e dinë gjithë apo ata që merren me këtë gjë. Është shumë e afërt me familjen Trump, e cila po flet për investimet amerikane në Greqi. Nëse në investimet amerikane në Greqi do të jetë dhe ky projekt apo jo, mbetet për tu parë. Ajo çka mua më intereson është që investimet e huaja. Nuk është se më jep se këlldi amerikane apo jo amerikane. Patjetër Amerika është partneri ynë i vetëm në gjykimin tim strategjik dhe shumë mirë që vjen andej. Investimet që s'na vinë nga Rusia, nga Irani, nga kundërshtarët tanë gjeostrategjik, për mua ku të gjesh që të vinë. Për këdo që përdor argumentin shumë të parapur sot, që ne investojmë vetë ato, bujrum, më sill 4 miliardë eurot dhe do të ta garantoj unë personalisht që ti do ta bësh investimin. Atëherë, është e vërteta për fake news, unë kam dalë dhe kam thënë një raportim të gazetës greke Greek City Times njëherë. E dyta, në Shqipëri, ne kemi dëbuar Xhomark të huaj. Ne kemi dëbuar Sheratonin, kemi dëbuar Siemensin, kemi dëbuar të gjitha brendet ndërkombëtare për vite të tëra, pikërisht se në momentet në të cilat këto brende vinë, dalin këto rryma antikapitaliste. Në Shqipëri, ne kemi arsye për të protestuar me mira. Një ndër arsyet janë tregjet oligopol, ka disa tregje oligopol në Shqipëri, që nuk janë marka ndërkombëtare që ne i shohim kudo në botë, askund këtu sepse nuk hyn dot, se nuk kanë leverdi të hynë. Dhe ne sërish nuk dalim për këto, po dalim kundër investimeve të huaja. Kjo nuk është në interes të Shqipërisë. Sa do të më shajnë mua sot, unë jam konsistent ato që them. Të më shajnë sot në këtë euforinë e çastit sa të duan, do bjerë euforia e çastit dhe prapë të njëjta gjëra do them. Nuk do t'i ndryshoj për shkak se sot është një klimë e tillë që kushdo që është kundër qen ka armik. Jo. Ne, nëse sulmojmë çdo investim të madh të huaj, Shqipëria do të jetë një Maqedoni e Veriut me gjithë respektin që kam për Maqedoninë e Veriut. Nëse ne duam që të zhvillohemi, ne duhet të thithim investimet të huaja dhe marka ndërkombëtare, siç ka bërë çdo vend i cili është i përparuar. Atëherë, te kjo rryma unë në fakt jam duke e parë, është shumë e kuruar kjo protestë. Është shumë e kuruar, është e dukshme kurimi. Kurimi nuk është se bëhet që ti merr në telefon ata X mijë protestues, s'dua të futem në shifra dhe i thua ne do bëjmë këtë gjë, ëh. Kurimi bëhet me atë që quhet lufta hibride. Lufta hibride është mënyra se si pompohet mediatikisht në rrjetet sociale se ku duhet kanalizuar. Pra mediatikisht në rrjetet sociale. Kurimi pra është pikërisht kjo lloj lufte hibride. Interesat janë disa. Ka interes patjetër, ta thash edhe një herë, pa diskutueshme Greqia këtu, që është ajo që do konkurohet nga zhvillimi ekonomik. Patjetër në çdo rast të tillë shfrytëzojnë, gjejnë shesh e bëjnë përshërë sipas shprehjes tonë popullore dhe faktorë të tjerë, ka anti-Trump në rastin konkret, se ne shohim edhe këtu në Tiranë, s'ka nevojë se ti njeh. Thuaj edhe ti publikut, pse më lë mua ta them. Nga figurat të cilat kanë dalë atje, janë figurat të cilat janë anti-Trump. Sepse me thënë të drejtën, nuk është se shqiptarët se bëjnë do diferencën, që CNN-i është anti-Trump edhe Fox News-i është Trump, nuk e bëjnë do diferencën, e bëjnë diferencën mes financimeve që kanë dhënë për shoqërinë civile këtu për individ të caktuar, grupime anti-Trump, të cilat kanë qenë politikisht në Amerikë anti-Trump.
padyshim interesi grek, padyshim gjejnë shesh e bëjnë për shesh. Edhe ata të cilës duan Trumpin, sepse njëjta gjë ndodhi dhe në Beograd kundër Trumpit e kështu me radhë financuar dhe ajo. Edhe ata të cilët në rastin konkret janë kundërshtar tan gjeostrategjik, që s'është Greqia kundërshtari jon, jemi NATO 2, është ama Irani, sepse gjën shesh e bën për shesh, sepse dojë që të fusi këtë tezën anti-Izrael, anti-hebre, anti-çifut, anti-kështu që ne dëgjojmë me kërshërinë më të madhe një formë racizmi në shoqërinë tonë anti-hebre të theksuar, jo anti-Izrael si shtet, sepse ndaj Izraelit kam dhënë kritika për çka ka bërë në Gaza, po anti-semite, që është raciste. Dhe patjetër atje ka rryma të cilat janë pjesë e antikapitaliste. Është antikapitalist, se unë habita që Arlin Qori nuk deklaron i përfundimisht që është antikapitalist, po më habit ka, sepse që është antikapitaliste di dhe bufi, që është ideologjia e tij antikapitaliste. Ka rrymën ambientaliste, që respektoj, po është një pakicë e vogël e shoqërisë, domosdoshmë si përkas asaj. Ka padyshim ama në fund është një grupim i madh njerëzish në këtë realitet amorf që të shpjegova me ide kundërthënëse. Unë del dhe them në parlament pse nuk flisni me emra për Zvërnecin, jam i vetmi që kam fol me emra konkret për pronësinë në Zvërnec, që unë besoj se ju takon banorëve të zonës. Dhe komentet të cilat unë kam është: zoti deputet, me gjithë respektin dhe konsideratën karshi gjithë angazhimit tuaj në mbrojtje të interesave kombëtare, na keni çarr këto ditë. E di që dhe ty thellë të vjen zor nga vetja me këto që thua. Unë mendoj që ju që si deputeti zonës dolët derë më derë siç dini në fushat për të kërkuar votën, kërkoni qëndrimin e masës. Se mendoj që ngatroni pak mbretin me deputetin, nuk intereson kujt çfarë qëndrimi personal keni ju, por çfarë sillni ju si deputet në atë parlament. Okej? Ti sheh këtu ndonjërin që të thotë që për të drejtën e pronësisë së banorëve për cilën unë flas me emra dhe jam i vetmi deputet që kam fol me emra? Kushdo i cili vjen nga fusha e komunikimit, mos jini të pasinqert në këtë debat publik që të thoni që kur vjen fjala e psikologjisë së grupit të madh, debati është racional. Mos vini që këtu po debatohet realisht dhe po flitet me argumente. Jo, këtu ka një orientim shumë fluksësh, me një shumicë që s'ka lidhje me flukset, por që padyshim nuk po e kanalizon në një debat racional të çfarë i nevojitet vendit tonë dhe çfarë jo. Dhe çfarë do që ti të thuash, dikush i cili është atje në protestë dhe ka zënë euforia në këto momente në protestë, do të konsideroj armik. Ti të dalësh të thuash që banorët e Zvërnecit kanë drejt për pronën dhe nuk e ka drejt ai që është ka letrat sot, dhe ata thonë që ti po je kundër banorëve të Zvërnecit. Sepse nuk ta dëgjojnë argumentin. Ky grupi që ti sapo the. Kam thënë që në kryetarës unë nuk jam kundërshtar politik i kësaj proteste. Unë jam kundër kësaj proteste. Dhe jam kundër kësaj proteste, sepse nëse janë këto argumente që ti thua arsyet e protestës, zhduk nga retorika ato të cilat janë argumente kundër interesit ton kombëtar, që është kundër investimeve të huaja, që është mos marrim ne lekët ja japim lekët të tjerëve, që është ti vesh në shërbim të luftës tregtare të tjetrit kundrejt teje. Zhduki këto nga protesta, ktheje protestën në hullin e kërkesave dhe problematikave tona, dhe atëherë jam me ty. Po në një protestë, në të cilën kërkesa është që të mos vinë lekë, po na shitet Zvërneci, shitet çfarë? Shitet një pronë private tek një privat tjetër, po na shitet Zvërneci dhe na shitet kjo si argument. Në ndërkohë që ty të shitur në momente ndryshme të historisë tonë 35 vjeçare, toka e nën toka, te shqiptar po e do, të cilët kanë miliardat e lekëve sot dhe tregojnë dhe arogancë me ato miliarda lekësh, dhe që kanë krijuar edhe tregje oligopol, dhe si përmend asnjëri prej jush, atëherë mos më bëni moralistin. Pra, ose ne jemi kundër shfrytëzimit dhe duam investime të mirën tonë publike, ose jemi kundër investimeve
pra kundër të mirës tonë publike, po nuk përmendim gjithë këto problematika të cilat ti thua se njerëzit janë aty, dhe që unë besoj se shumica e njerëzve janë për këtë aty. Unë ju them, pastroni protestën, hiqni argumentet të cilat janë kundër interesit tonë, kundër ardhmërisë tonë, kundër përfitimit tonë monetar, politik e gjitha kështu me radhë, politik kur them si komb, si shtet, jo si forcë politike, dhe turuni për gjitha arsyet e tjera. Atëherë po, do të ishte një protestë të cilën unë mund të isha ose mbështetës ose kundërshtar politik. Pra, ose do besoja kauzën, ose s'do besoja kauzat. Por, në situatën që është sot, unë jam kundër protestës, të më shajnë sa duan, nuk më betë. Një protestë e cila nuk ndan nëse është një protestë e cila është kundër korrupsionit apo kundër investimeve, unë nuk mund të më thuash mua pse je pro apo kundër. Jam kundër mo, sepse unë nuk di me këtë jem në rastin konkret. Nëse protesta ka kërkesa mirëfilltazi politike, të cilat nuk bien ndesh me interesin ton kombëtar, siç janë investimet e huaja, atëherë është një tjetër diskutim. Pa u qartësuar vetë protesta, nëse është kundër apo jo, dhe në aq kosa unë shoh në protestë që po i shërbehet dhe po fërkojnë duar në këto çaste gjithë ata cilët urrejnë Shqipërinë te fqinjët tanë më tanë, atëherë unë jam kundër kësaj proteste.